Do të shkojmë në këtë moment tek një lajm i fundit ku po flet avokati i zotit Meta për seancën paraprake që është zhvilluar sot. Dosja e madhe me qëllim që të thoni ju gazetarët nesër kur të dilni, me gjithë respekti që kam, dosja ishte kaq e madhe sa ka shumë prova për zotin Meta. Në fakt zoti unë nuk e di këtë se unë nuk mundet, nuk e di sepse nuk varet nga unë jam gati ta zhvilloj procesin gjyqësor që nesër, unë jam njohur me aktet që në datën 4 kur ja ka marrë si din dhe unë jam njohur me të gjitha shikut me 70.000 faqet dhe sinqerisht nuk gjej aty asnjë fakt penal. Gjithsesi të njifet dhe kolegu, të njifet dhe zoti Meta dhe pastaj të bërë një proces të rregull, por sot ka qenë dhe vendimarrja që gjykata unë kam bërë kërkesë që ju jeni djeniu, kam nisur ju mediave se unë besoj se jam transparent me ju dhe me publikun, që i kam kërkuar të hiqet kafazi i hekurt ose kafazi i qelt, se cilat u bë dhe kjo një debat gjyqësor sot dhe gjykata është të rrequr për vendim. Ne vendimin e duam të arsyetuar në çfarë dispozitet të kodit procedurës të kushtetutës dhe të konventës europiane është e bazuar që të pandeurit duhet të qëndrojnë në kafazin e hekurt apo të qelqt. Dhe duam këtë të bazuar mbi vendimet të gjykatës europiane dhe jo në mënyra të përgjithshme siç veprojnë zakonisht gjykatat shqiptare. Dhe kështu që ta kuptoni dhe të shikoni dhe standardin, prandaj thash që kjo gjykatë dhe kjo prokurori po i merr peng të pandeurit e saj, po i mban në paraburgim pa prova, e pa të rastin Mogherini, e cila akuzohet po me të njëjtën akuzat si zoti Meta, e cila u pyet, u kontrollua banesa dhe u lirua për fakti sepse s'po bënte rrezikshmëri. Zoti Meta presidenti po ri në paraburgim, Erion Velia po ri në paraburgim, zonja Balluku tjetra është marrë dhe ajo është hequr liria, sepse heqje lirie quhet edhe pasaporta, dhe ja ky është standardi që përdor gjykata, prokuroria dhe gjykata e posaçme, një standard krejt bolshevik, një standard që bie ndesh me parimet e konventës europiane dhe të njëjtët dhe çdo vendimi të gjykatës europiane. Kur kam thënë që në kryet herës që kjo është një gjykatë bolshevike dhe kanë toga të zeza të pushkatimit që po pushkatojnë qytetar, po pushkatojnë pushtetar të pafajshëm. Dhe kështu që unë këtë jam këtu dhe ju do të shikoni është një betejë për zotin Meta, e cila ne do ta fitojmë. Keti mos qesh, ne do ta fitojmë këtë betejë. Jo kaq, kjo është. Zoti Meta ka thoshtuar që do dëshmojë